E para njerë ka dy gjëra ishte në momentin e papërshtatshëm, për një arsye. Tani, në kulmin e kësaj që po flitet, unë nuk e di nëse kanë ndikuar në Elbasan Çela me grupin e tij etj. Edhe ati ky bëri show, ky Olsi Dado, ky prokurori i momentit. I qeti gjë ky në Elbasan? Se ka një gjë. O votat e Ramës në Elbasan janë të sigurta, pra nuk ka një deformim të procesit aty, o Olsi Dado ka vajtë dhe ka rënë në pakt me krimin. Se s'ka mundësi tjetër. A ishte prokurori një ngarkuar. A ka bërë Partia Demokratike në një akuzë atje dhe ka ngritur në një padi? Se tani dy gjona janë. Nuk i vinde do të kjo në përgjim të gjithë. Nuk e vinde do të kjo në përgjim qofte dhe zonjë në fjalë. I vinde gjithë në përgjim e dash. Tani një nga këto ka. Se vati dhe spaku për t'i jetuar kudo. Tani të shojmë. Ka spaku në një surpriz për ne, i të req fjalët e mia. Nëse ka një surpriz dhe po pret certifikimin e procesit zgjedhor. Pavarësisht kësaj, asgjë nuk duhet të ketë më certifikimin e dha tjetër kush. Certifikimin e transmetove ti para se të futesha unë në studio. A ishtë certifikimin zgjedhjeve. Lider, samiti i Ska lidhje qa erdhën i dhanë dorën do të thotë ka mbaruar punë e certifikimit zgjedhjeve.